Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë që autorizon shqyrtimin dhe votimin në blok të 74 emërimeve të administratës amerikane në kalendarin ekzekutiv, përfshirë kandidaturën e Eric Wentz për ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Rezoluta u miratua të njëjtën me 50 vota pro dhe 47 kundër sipas vijave partijake, ndërsa 3 senator abstenuan nga votimi. Lista e emërimeve të përfshira në rezolutë përfshin dhe Eric Wentz, i nominuar për pozicionin e ambasadorit jashtëzakonshëm dhe fuqiplot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë. Megjithatë, miratimi i rezolutës nuk përbën konfirmimin e tij si ambasador. Rezoluta është e natyrës procedurale dhe jep Senatit mundësinë të shqyrtojë dhe votojë për këto emërime së bashku, në vend që secili prej tyre të trajtohet veçmas. Nëse kandidatura e tij miratohet, UN do të bëhet ambasador i parë i SBA-ve në Tiranë pas largimit të Yuri Kim në qershor 2023, që atëherë ambasada është drejtuar nga të ngarkuarit me punë, ndërsa emërimet e mëvonshme nuk arritën të finalizoheshin. Mungesa e një ambasadori me kohë të plotë për një periudhë kaq të gjatë është parë nga shumë vëzhgues si një periudhë në të cilën ndikimi drejt për drejt diplomatik amerikan në politikën shqiptare ka qenë më i kufizuar. Në këtë kontekst, emërimi një figure me profil të lartë ushtarak dhe përvojë në strukturat e NATO-s shihet si një sinjal se Washingtoni synon të rrisë angazhimin e tij në Shqipëri.